29 prilli shënon ditën botërore të vallëzimit, një ditë që i kushtohet artit televizjes dhe shprehjes përmes trupit si një formë universale komunikimi, që bashkon kultura dhe breza të ndryshëm. Arti i kërcimit është pjesë e rëndësishme e jetës time bashkëkombëtare, sepse për pos familjes ajo është gjëja më kushtueshme, më e çmuar që unë kam dhe përfaqësoj. Përveç vlerave artistike, kërcimi luan një rol të rëndësishëm në mirëqenien fizike dhe në zhvillimin e marrëdhënieve shoqërore. Ju jep një kondicion fizik të jashtëzakonshëm, qoftë dhe në lirshmërinë e muskujve, por dhe në kardio dhe në mushkëri. Plus që shoqërohet dhe me emocionet e veçanta të lëvizshmërisë, por dhe në atë që përfaqëson. Vallëzimi edhe tek fëmijët troket me ritmin e tij, duke i bashkuar natyrshëm me njëri tjetrin. Fëmijët socializohen me njëri tjetrin duke kërcyer në grup, janë më të shprehur dhe në të folun, sepse duke kalu, duke interpretu, duke kërcyer, pra me artin e kërcimit zhvillojnë edhe socializimin e tyre, që është shumë i rëndësishëm, janë të ndjeshëm, janë të butë, janë shumë fleksibël, por edhe impulsiv në ato që ne jo kërkojmë. Të mësosh me kërcy është gjë shumë e rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve, zhvillimin fizik, por të bën që të ndihesh mirë. Në ritmin e muzikës dhe në lëvizjen e lirë të trupit, vallëzimi sjell gëzim, energji dhe një ndjesi bashkimi që përcillet nga njëri tek tjetri, mes buzëqeshjeve dhe hapave të sinkronizuar. Ky art vazhdon të jetojë si një festë e shpirtit njerëzor.